Përshëndetje të dashur fëmijë dhe mirë se vini në emisionin ton të sotëm. Sot do të flasim për një temë shumë të veçantë dhe të rëndësishme, ekspozitat artistike. Ekspozitat artistike janë një mënyrë e veçantë e të shprehurit të ideve, ndjenjave, por edhe të përvojave që ne i kemi. Ato janë si një urë lidhëse mes artistit dhe publikut, duke ofruar atyre mundësinë e reflektimin mbi natyrën apo edhe shoqërinë. Një rast i këtillë është edhe i ekspozitës personale të Blerim Gjinovcit për te i pamjes, njeriu, natyra dhe dinjiteti. Sot Blerim Gjinovcin e kemi këtu jo vetëm si një fotograf, por edhe si një kinematograf dhe po ashtu edhe si profesor i Universitetit të Arteve në Prishtinë. Që të mësojmë më shumë rreth kësaj ekspozite, por po ashtu edhe rreth tij, ju ftoj që na ndiqni në vijim. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë se u gjatëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Atëherë së pari dua t'ju pyes se çfarë rëndësie ka kjo ekspozitë për ju? Po, ekspozita është ekspozitë personale imja, ka një rëndësi të veçantë në aspektin profesional për mua, sepse duhet që veprat e mia dhe punët e mia që i kam shkrepë në ndër vite, ta kenë një mundësi të jenë të qasshme edhe për publikun e gjerë. Prandaj ashtu siç e hape ti, domethënë në fillim që tha galeritë dhe ambientet e tilla janë për t'i mundsuar publikut për të komunikuar vizualisht me publikun, pikërisht këto vepra i kemi nxjerrë, domethënë e kemi krijuar një ekspozitë për 10 domethënë që tani po bëhen 10 që është hap nga data 17 dhe përmes tyre dëshirojmë që të përcjellojmë mesazh, të avokojmë dhe të bëjmë një lloj komunikimi me masën përmes pamjeve vizuale që kemi arritur ti fiksojmë në fotografi. Si mendoni që këto fotografi ndikojnë tek publiku? Shumë interesant. Në ditën e hapjes ishte një fluks i madh, jashtëzakonisht i madh i njerëzve që ishin vizituar brenda ato dhe më bëri shumë përshtypje se secili prej tyre kishte këndvështrim të ndryshëm në raport me fotografinë, sepse jo të gjithë janë profesionistë të fushës së arteve pamore për të interpretuar ndoshta me të gjitha rregullat dhe përmbajtjet që ato mund t'i kenë, por megjithatë arrishin me nxjerr kuptimin goxha të thellë dhe goxha interesant sa i përket asaj çfarë përmbajnë, çfarë narrativa dhe çfarë përmbajtjesh kanë si fotografi, sepse është një kombinim divers i fotografive, pra janë 4 zhanret e kombinume dhe për shkak të këtij kombinimi ndërmjet zhanreve fotografisë neve ekspozitën e kemi emërtuar domethënë njeriu, natyra dhe dinjiteti, pra është për te i pamjes që reprezenton njeriu, natyrën dhe dinjitetin. A keni pasur ndonjë që ka qenë inspirim për ju që të hapni këtë ekspozitë? Patjetër se çdo aktivitet i cili ka për thelb mënyrën e promovimit të punëve është, si më thon, motiv për të krijuar diçka të tillë ngjashme. Mirë po, një nga arsyet pse e kam hapur domethënë e kam hapur këtë ekspozitë personale të dytën e imja me radhë e karakterit personal, domethënë është pikërisht për t'i nxit ose për t'i shtyrë edhe studentët tanë që i kemi pjesë të Fakultetit të Arteve në Universitetin e Prishtinës që të punojnë më shumë dhe të kenë mundësi që përmes veprave të tyre të flasin dhe të lejnë gjurmë në aspektin e kulturës. A ka qenë vështirë për ju që të bëni këto lloj fotografish apo edhe të ekspozoni ato tek publiku? Çfarë sfidash keni hasur? Të bësh fotografi nuk mendoj që është ndoshta një profesion shumë i vështirë, por është profesion që duhet, duhet ta bësh me shumë dashamirësi, të ndash kohë për ta bërë këtë punë, sepse fotografia sado që duket e thjeshtë në çastin e parë, ndoshta neve shpesh e interpretojmë si diçka të zakonshme, por nuk është çaq e thjeshtë në mënyrën se si arrin deri ta fiksosh dhe ta bësh me të gjitha parametrat e duhur, qoftë teknik, qoftë artistik ose konceptual brenda saj, por megjithatë unë mendoj që ja vlen të arrish të bësh diçka të mirë dhe më pastaj ajo punë fillon të reflektojë, të ketë jehonën e vet, të ketë ndikimin e vet. Dhe mund të them që mbas një kohe ja bëhet edhe pjesën e trashëgimie kulturore që reprezenton diçka, dokumenton diçka, fakton diçka që mendoj që është rëndësisë e veçantë. A mendoni se ka rënë interesimi të rinjve sa i përket ekspozitave të ndryshme që ndodhen në Kosovë?
Te pjesa e interesimit mendoj që ka ndryshime, ndoshta nëse e marrim nga e kaluara dhe tani ka ndryshime në aspektin e interesimit, por nuk besoj që ka rënë edhe në mas, sepse vetëm se tash tek ne është një ndryshim në të kalumen institucionet e punëve të galerive të ngjashme si kjo që e kemi ne në Fakultetin e Arteve kanë qenë të pakta dhe koncentrimi i njerëzve ka qenë më i madh në të njëjtat institucione. Tash janë shpërnda, tash janë krijuar edhe galeri private dhe hapësira, domethënë të alternative në të cilat po organizohet, domethënë aspekti kulturor, vizual edhe i kryeqytetit, po dhe hapësirat i pjesëve tjera, domethënë i regioneve tjera të Kosovës, dhe mendoj që nuk është se ka rënë interesimi, por është shpërnda aktiviteti gjithandaj, domethënë jo vetëm në kryeqytet, po edhe në regione të tjera ose në komuna të tjera. A mendoni se ruhen ashtu si duhet ekspozitat në Kosovë, sepse i përmendet më parë edhe trashëgimin kulturor, a mendoni se ruhen ashtu siç duhet? Po, unë mendoj se secila prej ekspozitave që krijohet ka një qëllim për çfarë është organizuar, ka një koncept mbi të cilin është ndërtuar dhe më pastaj secila prej ekspozitave botohet në formë të një katalogimi. Pra, mbi ekspozitën punohet një katalog vizual grafik, i cili është një lloj publikimi, domethënë është lloj libri që ka katalogim edhe CEP dhe ISBN, që bëhet i qasshëm edhe për të tjerët që nuk kanë mujt me të qenë pjesë e galerisë, por që në momentin kur ata e kanë në dorë arrin me kuptuar që ky aktivitet ose kjo krimtari ose kjo veprimtari i takon autorit specifik. Në fillim e përmenda që jeni edhe profesor i Universiteteve të Arteve në Prishtinë, si është kjo punë për ju? Po, unë jam prej 6 vitesh pjesë e Universitetit të Prishtinës, herët kam qenë edhe pjesë e kolegjeve tjera këto të arsimit të lartë në Kosovë, jam mbi 10 vite në fushën e edukimit ose të arsimit të lartë. Për të fokusuar dhe për të dhënë një kontribut, domethënë edhe artistik, po njëkohësisht edhe edukativ, më ka ndikuar shumë angazhimi im edhe akademik sidomos për të bë gjëra që ndoshta kisha thonë me një përkushtim edhe më të madh, edhe në një farë forme mashton motivimin akoma më shumë me punu. Domethënë përkundër angazhimit akademik, unë dëshiroj që edhe pjesën artistike ta mos e lë mbas, domethënë të vazhdoj të kontribuoj të gjithë të dyja, edhe edukimit, por edhe pjesës së angazhimit tim pra të kontribuoj mes fotografisë. Unë gjithashtu jam edhe kinematograf, domethënë punoj në vepra kinematografike, si qirues filmi dhe dokumentari, dhe gjatë gjithë kohës time punojmë edhe në krimtari, e cila krimtari pra është lirisht mund të them një lloj trashëgimie kulturore që do të jetë për brezat që të vijnë pas. Nga këto të trija, si fotograf, kinematograf dhe profesor, cila ju pëlqen juve më së shumti? Është e vështirë ta ndash, domethënë është e vështirë ta ndash. Misioni i edukimit ose edukatorit ose i profesorit në këtë rast është mendoj një nga misionet e shenjta, sepse edukimi është baza e gjithçkaje, domethënë një komb i edukuar është një komb me vizion, një komb i cili do të jetojë gjatë. Është mision, e kemi për mision për të edukuar brezat e ri dhe për të shpërndarë dijen, domethënë me aq sa dim, aq sa mundemi. Por pjesa tjetër është gjithashtu shumë e rëndësishme, pjesa e kultivimit të artit. Arti i cili kultivohet mbi parimet e edukimit që kemi marrë na vet fillimisht kur kemi qenë student. Edhe kjo është një pjesë tjetër që nuk mund të shkputet lehtë prej pjesës primare që kemi edukimit ose angazhimit në universitet, dhe mbi të gjitha kontributin që mundohemi me dhënë përmes veprave, qoftë siç e përmenda më herët në avokim ose në sensibilizim ose në dokumentimin e ngjarjeve, mendoj që është e rëndësishme veçantë. Asnjëra nga këto s'kisha mujt ndoshta me nxjerr nga prioriteti i cila është e rangut të parë ose të dytë, por është një lloj ndërthurje, është një lloj kombinimi ndërmjet këtyre tre elementeve që e përbëjnë jetën time. Nëse nuk do ishit njëra nga këto trija, çfarë do të zgjedhni tjetër si profesion tuaj? Ta them drejtën, shumë rrolle kam përmend, po unë para se të studioja art, unë kam qenë inxhinier, domethënë kam studiuar inxhinieri mekanike, kam studiuar në fakultetin teknik. E du jashtëzakonisht shumë teknologjinë, domethënë e du për nga shpirti ma don shumë teknologjinë dhe jam njohës i mirë i parimeve, principeve të punës në aspektin e makinerisë, të mekanizmat, të përpunimi në makinerek, domos të saldimi, përpunimi dhe formime këtu, por i takon një sferë tjetër, edhe pse atje kam mbaru, domethënë kam vazhduar më pastaj me studimin e arteve, sepse kam dashur pjesën e arteve. Shpeshherë mundohem ta integroj edhe industrinë ose çastin industriale në aspektin artistik. Dhe viteve të fundit është edhe trend, domethënë që dizajni industrial ose çastit industriale pikërisht ndërthurë ndërmjet inxhinierisë dhe artit. Prandaj unë mundohem ta bëj këtë gërshëtim ndërmjet edhe të parës dhe të dytës.
Çfarë synimi keni me ekspozitën tuaj? Çfarë mendoni të arrini në të ardhmen? Ekspozita tash i ka 10 ditë që është hap, domethënë është në ditët e fundit do të mbyllet, domethënë brenda pak ditësh. Mirë po nuk do të jetë fundi i kësaj ekspozite që po përmendi, domethënë data e përfundimit të saj. Është përfundimi në Kosovë, në Prishtinë, në galerinë tonë, po kjo do të rrugtoj. Rrugtimi i saj do të jetë fillimisht do të jetë në Shqipëri, do të jetë në Tiranë, më pastaj edhe do të rrugtojmë në Shtetet e Bashkimit Evropian, pikërisht duke pas parasysh edhe aspektin e partneriteteve që i kemi me universitetet tjera në kuadër të programeve të shkëmbimit, pra programeve për shkëmbim universitar, programeve që janë staff week, që quhet si staff, ne që rrugtojmë atje, udhtojmë edhe të tjerët vinë tek ne, pra kena mundësi me shkëmbyer dhe të tjerët me pa mbi kulturën tonë, mbi trashëgiminë tonë, domethënë qoftë historike, qoftë kulturore, prandaj nuk besoj që kjo ekspozitë do të ndalet, nuk janë planet për të ndalë tash, nuk është menduar në fakt për të bërë këtu dhe për të hesht, është pjesë e proceseve që do të vazhdon të rrugtoj. Ju e përmendët që kjo është ekspozita e parë, e dytë. Më falni, por sa i përket ekspozitës së parë, cilat ishin sukseset më të mëdha të kësaj ekspozite? Ekspozita e parë ka qenë më në miniaturë, ka qenë më vogël për nga niveli veprave të ekspozume në ekspozitën e parë, ndërsa në ekspozitën e dytë numri i veprave shumë fish më i madh, për masat e galerisë ku tash është, domethënë, është instaluar, është vendos, këto punime, domethënë është shumë më e madhe dhe pjesa e fushatës ose pjesa e promocionit që ju është bërë para se mu hap kjo ekspozit ka bërë që me pas unë intervistat të shumta, domethënë përmes cilave kam promovu veprimtarinë time artistike në kuadër të kësaj ekspozite, por njëkohësisht i kam njoftuar të interesuarit dhe kjo ka ndikuar asnjë që ata të jenë të pranishëm edhe në ditët e tjera mbas hapjes të jenë prezent në vizitat e tyre brenda galerisë për të papë kështu atë se çfarë është instaluar, është vendosur në ekspozitur. Në ekspozitat e ardhshme, ato do të bënin ndonjë gjë ndryshe nga këto dy ekspozitat e mëparshme? Normalisht do të vazhdoj me punu në pjesën time të shkrepjes së fotografisë. Unë eksperimentoj, domethënë ndërmjet dy, ndoshta s'është shpreha dur me thonë eksperimentoj, po vazhdoj të krijoj në kombinim të zhanreve, por specifikisht domethënë do të ndalemi më shumë të pjesa kryesisht e portretit, dhe jo portretit, domethënë vetëm portretit artistik, por do të lëviz ndërmjet portretit domethënë dokumentaresk human edhe portretit domethënë konceptual që janë dy prej elemente shumë të rëndësishme që mendoj përmes tyre edhe të përçoj më shumë informacion dhe të jepi më shumë domethënë empati ose simpati në raport me domethënë audiencën. A mendoni se këto ekspozita luajnë një rol shumë të madh edhe në edukimin e vlezave të rinj, përveç asaj artistik, po ashtu edhe në ruajtjen e kulturës, se si ata duhet ta ruajnë dhe ta vlerësojnë kulturën që ne kemi? Po, është vërtet, ekspozitat e mia përbën ose si më thonë kanë një sens të një ndërthurje edhe të rregullave kompozicionale ose estetike, po edhe të përmbajtjes narrative vizuale dhe do të shërbejnë dhe vazhdojnë të shërbejnë si një lloj, si më thonë, frymëzimi, si një lloj udhëzimi që gjeneratat e reja t'i referohen këtij lloj krijimi artistik të fotografisë, pra që të jenë kompetitiv ose të jenë të garueshëm edhe me të tjerët që krijojnë në botë, por njëkohësisht t'i kontribuojnë kulturës, historisë dhe dokumentimit të ngjarjeve shoqërore edhe kulturore në vend. A bashkëpunoni me ndonjë kënd teksa shkrep një fotografi të ndryshme? Ne jemi një grup shok që kur dalim me fotografu, sidomos tek natyra ose një pjesë e segmentit është edhe natyrë në kuadër të kësaj ekspozite, normalisht dalim grup njerëzish, domethënë grup shokësh, kolegësh, dhe secili ka këndvështrimin e vet, secili domethënë shkrep në të njëjtin fotografi, po shkrep nga koncepti dhe këndvështrimi i tij. Domethënë është goxha çështje interesante dhe secili është autori i shkrepjes së tij, kështu që nuk e llogarisim konkurrencë nëse dalim me 2-3 kolegë në të njëjtin vend, në të njëjtin lokacion ose kena përballë të njëjtin subjekt, domethënë pozojnë atë njëjtat portrete, por që ndryshon kondi, ndryshon çështja, ndryshon mënyra konceptimit, të asaj se çfarë dëshirojmë të kapim të imazhi. Cilat janë disa nga vendet në të cilat keni shkrepur fotografi të natyrës?
Natyren po nisim prej Prishtinës, domethënë është pjesa sipër Prishtinës, është pjesa e Butovcit, domethënë lart Prishtinës, ku është pjesa e vargmaleve që shije nga këtu deri në Mitrovic, është gjetë një kohë shumë e përshtatshme ku e kam edhe emertuar, domethënë hija e maleve, shihen një mori hije shëbjeshkë, domethënë në lloj shtrirje renditje, domethënë plan pas plani që krijon një thellësi fokale vizuale të theksuar, gjithashtu pjesë tjetër e peizazheve që domethënë takojnë regionit të Kosovës është pjesa e Brezovicës, ku kam një nga motivet e fotografive është lule bora që shkrep në Brezovicë, pra është një lule që del mbasi që të shkrihet bora, që në pjesën e poshtme fillon gjelbrimi i barit, është lulja, ndërsa në pjesën tjetër ende është bora. Në të njëjtën kohë kemi edhe verë dhe dimër, domethënë diçka që ose pranverë dhe dimër, domethënë që kemi diçka shumë të freskët, po ka edhe vende tjera, për shembull Liçeni është në Sharr është një komuna e Sharrit ose Dragashit në Kosovë, është një liçen shumë i bukur, një liçen i vogël i fshatit Brezne, por që është lindja e diellit dhe shumica e fotografive mia kanë simbolikën e diellit, pra të lindjes, energjisë e kështu me radhë, pra reprezentojnë atë karakter. Më pastaj kam shkrep disa prej motiveve në Shqipëri, sidomos në pjesën e Valbonës, të Thethit. Tek Thethi është hana, heshtja e hënës, është njëra nga veprat që gjithashtu është karakteristike, sepse është shkrep mes aty si të themi konturave të bjeshkëve të thepisura të Thethit, dhe ka motive tjera që janë edhe jashtë, domethënë që janë edhe jashtë Kosovës, për shembull kemi peizazhet nga Kalabria, bile kam emërtuar njëra nga ato dielli i Kalabrisë, domethënë se Kalabria është njëra nga vendet ku arbreshet kanë migruar, domethënë arbrorët kanë migruar, pra janë arbreshet, janë trungu jonë ose janë pjesë e trashëgimisë tonë, domethënë kombëtare që jetojnë në Itali, por që flasin gjuhën thuaj si ne, flasin gjuhën e Skënderbeut dhe janë ndoshta kombi ose janë ndoshta trashëgimtarët më unik të frymës së Skënderbeut. A keni dëshirë që në të ardhmen të shkrapni një fotografi edhe jashtë Evropës dhe pastaj të ekspozoni ato? Po ka disa fotografi prej atyre që i kam shkrep edhe në Evropë, sidomos kjo pjesa me arkitekturën, strukturën që ka të bëj. Por jashtë Evropës, domethënë nuk në Afrikë, në Azi, nuk është që na ka rënë mundësi me udhëtu për shkak se programet tona edhe të shkëmbimit të mundësive të udhëtimit janë kryesisht të fokusuar në pjesën e Evropës ku neve tash jena liberalizuar edhe prej vizave që kemi më të lirë lëvizjen, por më patjetër kisha pas dëshirë me shku ndoshta edhe tek ato fiset atje që janë domethënë te pjesa e Afrikës ose te pjesa e domethënë atje ku jetojnë domethënë me një çështje kritikisht ndryshe në raport me kontinentin e Evropës ku jemi ne dhe kisha pasur me reprezentu një jetë ndryshe. Tani me qenë se jemi në fund të emisionit, a keni ndonjë mesazh për të gjithë ata që po na ndjekin? Mesazhin që kisha dashur me përcjell dhe me u lidh me fotografinë është që me shkrep sa më shumë fotografi, domethënë me qenë dashamir të fotografisë, me qenë dashamir të artit, sepse përmes kësaj na krijojmë një lloj trashëgimie, një lloj kulture të cilën neve kena me rujt për breza të tjerë. A është lehtë me shkrep fotografi të mira? Nuk është lehtë. Po mundem me shkrep, mundem me fillu mu eduku, mu vetë korrigju, madje mundem me marrë dhe shembuj referencues se si bëhet një fotografi e mirë, me marrë motive nga ato fotografi, mu motivu dhe me vazhdu me bësene të mira, gjëra që indikojnë mirë komunitetit, indikojnë mirë natyres, indikojnë mirë aspekt dinitetit njerëzor. Faleminderit shumë që ishit me ne sot. Ishte kënaqësi të bashkëbisedoj. Faleminderit. Atëherë të dashur fëmijë, tani kemi arritur në fund të emisionit të sotëm. Shpresoj që kjo bisedë ju ketë pëlqyer shumë juve, ashtu siç më pëlqeu edhe mua. Ekspozitat artistike kuptohen që janë jo vetëm ide të ndryshme, por edhe tregojnë ndjenjat apo përvojat e artistit i cili e ekspozon fotografitë apo edhe vetë artin që ai ka krijuar. Deri në emisionin e ardhshëm, mirupafshim dhe mirë ndëgjofshim.